dison të përshëndes, cilat janë dhe të dhëna mbi personat të cilët akuzohen dhe parat të cilat janë sekuestruar nga kjo veprimtari e paligjshme. Anilat, përshëndes edhe unë, janë 9 masa sigurie të lëshuara nga Prokuroria e Tiranës, 7 prej të cilave në masën e sigurisë të arrestit me burg dhe 2 në masën e sigurisë të ndalimit për të djalë jashtë vendit, janë pikërisht 7 persona të cilët sipas hetimeve të kryera nga kjo strukturë pra Prokurisë së Tiranës dhe bashkëpunim edhe me 2 shtete europiane, Austria dhe Gjermania, kanë provuar se janë ideatorët, organizatorët e një skeme mashtrimi nëpërmjet call centrave. Ka qenë një hetim për gati 2 vite në Prokurinë e Tiranës, nëpërmjet prokurores Orvena Zoto dhe nëpërmjet punojësve të policisë së shtetit, të cilët kanë arritur të identifikojnë dhe lokalizojnë 3 pika të cilët shërbenin si ambiente qëndrash thirrje apo të njohura si call center, një në zonën e rrugës së Kavajës dhe 2 në pranë zonës së kopshtit zoologjik, të cilët janë zbuluar për fshirja të paktën 70 operatorëve, të cilët ishin të punësuar në këto 3 ambiente për mashtrime në investime apo shitje të ndryshme, me njëherës apo homologët e Austrisë dhe Gjermanisë kanë njoftuar policinë e shtetit dhe kanë lokalizuar IP-të e tyre, kanë ndërhyrë pikërisht në këto 3 ambiente duke sekuestruar materiale të konsiderueshme kompjuterike si servera apo kompjutere të cilët do të shërbejnë hetimit për të provuar dhe veprën penale, por ashtu janë sekuestruar dhe shumë të konsiderueshme parash, kryesisht rreth 800 mijë apo shifra prej 1 milion euro që janë shifra cash. Me masën arrest të burg ndjen sipas Prokurisë së Tiranës janë Eduard Dalla, Mateo Hoxha, Tedi Agastra, Ledio Toçi, Joel Mekolli, Marcel Lami dhe Gjoni Hite. Në ndërkohë me masën e ndalimit për të dalë jashtë vendit është Aida Vogli dhe Ledion Cenaj. Sigurisht këto persona shihen si përgjegjës pak nga ana e Prokurisë së Tiranës, por nuk është arritur në zbulimin përfundimtar edhe të personave të cilët ndoshta kanë lidhje dhe apo janë pronarë të drejt për drejt të call centrit, janë pronar dhe menaxhues të këtyre 3 pikave të cilët ndodheshin prej vitesh në kryeqytet, ndërkohë që hetimi po vijon për të zbuluar edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet paligjshëm. Po, ndërkohë ky operacion edison u zhvillua në bashkëpunim edhe me partnerë ndërkombëtar apo jo përveç Prokurorisë së Tiranës? Po, në fakt edhe partnerët ndërkombëtar kanë pasur një rol mjaft të rëndësishëm në këtë hetim penal për shkak se nga vendet e tyre të origjinës si Austria apo Gjermania ishin persona të cilët ishin mashtruar nga këto 3 qendra thirrjesh dhe në të tilla kushte të gjendur para kallëzimeve dhe denoncimeve të shumta të mbritura pranë autoriteteve. Atëherë ato kanë marrë vetë iniciativën për të ardhur në Shqipëri dhe për të komunikuar me prokurorinë dhe me policinë e shtetit për të identifikuar se ku janë këto 3 pika dhe për të vënë para përgjegjësisë penale persona të cilët ishin, mund themi, pronar të vërtet apo ato që organizonin punën nëpërmjet këtyre qendrave të thirrjes. Po, e ndërkohë çfarë ndodh me punonjësit të cilët nëse nuk gabohen, pra ishin diku rreth 60 punonjës vetëm në një qendër? Sigurisht ato janë operator, aktualisht nuk është se po merren dhe po ndiqen në gjendje të lirë, pra jo me një masë sigurie kufizuese apo ndaluese, sigurisht ato janë pjesë e hetimit penal për shkak se janë persona të cilët, mund themi, dora e parë e mashtrimit për shkak se kryenin telefonata apo ishin vetë persona të cilët komunikonin me shtetasit e huaj, por në varësi edhe të hetimet të Prokurisë së Tiranës sigurisht që do të ketë edhe ndarje edhe të veprës penale si për operatorët që punonin në këtë call center, ashtu edhe për personat të cilët ishin, mund themi, pronar të vërtet të këtyre qendrave. Po, e ndërkohë ky operacion edison është i izoluar pra vetëm me këtë rast, sepse nuk është hera e parë që ka qendra të tilla pra të call centrave që në fakt rezultojnë me mashtrime, apo mund të vazhdojë edhe në qendra të tjera dyshuara në kryeqytet? Sigurisht, Anila ka pasur kallëzime të shumta edhe nga subjektet politike mbi një aktivitet paligjshëm të call centrit të ngritur në kryeqytet. Kemi parë disa raste të goditjes së këtij aktiviteti të paligjshëm, por nga ana tjetër kemi parë dhe goditje që kryesisht kanë ardhur nga struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pra të nisura nga Prokuroria e Posaçme, por të iniciuara nga partnerët evropian.
Kjo punë nuk ndalet këtu për shkak se veprimtaria atyre siç duket është edhe më gjerë dhe më shtrirë në kohë dhe në ambiente të ndryshme dhe për të identifikuar këto ambiente apo për të lokalizuar të tilla si këto do duhet një kohë e mjaftueshme për shkak se kamuflimi i tyre është në nivele më të larta, pra të kamuflimit të qendrës së thirrjes apo call center dhe për këtë arsye do duhet provohet zyrtarisht se ekziston në përqendra të tilla, pra në godina të tilla apo pallate të tilla subjekte të paligjshme dhe më pas për të nisur edhe operacionin për goditjen e tyre. Po, dhe fundit Edison, nëse edhe ti ke kosa i përket kësaj veprimtarie, pra se si funksionojnë, pra këto operator janë mashtrues, apo jo me pak fjalë dhe arrin të depërtojnë deri në llogaritë bankare të shtetasve të huaj. Tani, për termin mashtrues, sigurisht që ka një term ligjor, që është ajo e mashtrimit kompjuterik, apo të veprave të tjera të cilat rrjedhin pikërisht nga ky aktivitet. Ato janë operatorë të cilët komunikojnë me numra telefonik të personave të shteteve europiane dhe i ftojnë të investojnë apo të kryejnë blerje apo të tilla si këto në platformat e tyre dhe kur arrihet mund themi apo bindja që qytetari europian është mashtruar apo është mund themi farë mënyrë je është besuar 100% edhe buxheti drejt këtyre operatorëve fantazëm, atëherë ato futen në lojë në bllokimin e llogarive dhe në marrjen e parave të depozituara. E qartë.